Një zhurmë e shurdhër u bë jehon nëpër apartamentin si bubullim. Marina u rrëzua në dyshemen me pllaka të kuzhinës, me buzën e qarë dhe një sy të enjtur. Petullat e patateve që po forgoheshin për darkë u shpërndan në linoleum, ndërsa tigani vazhdonte të nxehej në sopë. Të thash që doja qofte, jo këtë plekhrë, u luriti Arkadi, duke shtrënguar grushtin dhe një shishe birë në dorën tjetër. Çfarë je në gjendje të bësh nëse nuk mund të gatuash as darkën? Fërgueset në pallatin e tyre 9 katëshe në rrugën Sovetska në Voronesh ishin mësuar prej kohësh me të bërtiturat që vinin nga pasmureve. Teze Galia, nga apartamenti ngjitur thjesht, të rriti volumin e televizorit të saj. Xhaxhapetja, që jetonte poshtë, mbylli në heshtje balkonin e tij. Marina fshiu gjakun me pjesën e pasme të dorës. Ajo ishte 32 vjeçe dhe kishte harruar tashmë si ndihej të buzëqeshte pa dhimbje. E martuar me Arkadin për 8 vjet, vetëm 2 vitet e para ai nuk ishte ngritur dorë mbi të. "Më fali dashur", përshpëriti ajo ndërsa ngrihej. "Do të bëj vezë të fërguara me sallam, siç të pëlqen ty." Arkadi u shtrembërua, një burr 35 vjeç i fuqishëm me shpatulla të gjëra, shef kantieri në një kompani ndërtimi. Për ata që e rrethonin ai ishte një model. Punëtor i sjellshëm, gjithmonë gati të bënte shaka dhe t'i ndihmonte fqinjet të mbanin çantat e tyre. Por në shtëpi, gjithçka ndryshonte. Ndërsa Marina vraponte nëpër kuzhinë, ai fliste në telefon me kolegun e tij Stas. "Po, gjithçka është mirë, valla. Marina është e zënë këtu. Ti e di sa shtëpiake është ajo." Marina mbylli syt. Ky ishte zëri i një të huaj, një person që e zgjonte me grushte nëse ushqimi nuk ishte gati, e të rriqte nga flokët, e fyente para familjes dhe pastaj pendohej dhe e rrihte përsëri. Nga jashtë, apartamenti i tyre dukej i zakonshëm, një ndërtesë panel dritare të bardha plastike, një balkon me kaktus me pluhur, por muret dëgjonin britmat. Shkallët dinin tingujt e rënjeve të saja dhe pasqyra në banjë mbante mente natën kur ai e theu mbi kokën e saj. Kur ajo vendosi pjatën në tavolinë, Arkadi e provoi dhe u shtrembërua përsëri, shumë e kripur. "Ti s'di të bësh asgjë, grua." Ajo hodhi pjatën në dysheme. Pllaka u thye. Marina u hodh të mblidhte copat, por ai e kapi nga flokët. "Lëre, do ta pastrosh nesër, tani gatuaje përsëri." Fqinjet e konsideronin atë të pakujdesshme. Arkadi do të vishte një pamje të trishtuar dhe do të thoshte. Ajo ra në banjë dhe të gjithë e besonin. Kush do të dyshonte në Arkadin, burrin që gjithmonë buzëqeshte dhe përshëndette i pari. Disa javë më vonë Marina po ecte nëpër treg me syze të errta. Motra e saj më e vogël Irina ishte pranë saj, duke mbajtur një çantë me perime. Marina ndaloi së gënjyeri. Nuk besoi se theve kokën në dollap përsëri. Marina u shtir si po shqirtonte një lakër. Thjesht u ngrita shumë shpejt. Arkadi thjesht më qërtoi. "A të qërtoi apo të goditi?" pyeti Irina drejt për drejt. Zakonisht këto ishin aludime, por tani ishte një pyetje drejt për drejt. Marina ngriu, pastaj tha: "Mos thuaj marrëzi. Arkadi është një burr i mirë, i përgjithshëm, punon shumë. Të kam njohur gjatë gjithë jetës sime, ti nuk buzëqesh më, je gjithmonë e mbuluar me mavjosje." "A mendon se nuk e shoh?" pyeti Irina, por në atë moment telefoni Marinës ra. Në ekran Arkadi. "Ku je?" "Jam në shtëpi, nuk ka asgjë për të ngrënë. Ke 15 minuta." Marina u zbe. "Ira, më duhet të ik. A do të godas nëse nuk vrapon?" "Marina, kjo nuk është normale." Por Marina tashmë po nxitonte drejt stacionit të autobusit. Në kokën e saj ajo praktikonte kërkesat e saja për falje, duke ditur se cilat fjalë do ta qetësonin atë. Ajo dinte si të bëhej e padukshme. Në shtëpi, Arkadi tashmë po priste. Ai rinte në heshtje me një shishe birë i vrejtur, sikur e ndjente se si do të përfundonte gjithçka. Në mbrëmje akuzat filluan përsëri dhe pastaj goditjet. Ajo hodhi atë kundër murit, e shkeli, duke listuar çdo gabim me urrejtje sikur po e fshinte atë nga jeta e tij. Por kësaj radhe diçka ndryshoi te Marina. Nuk ishte frika, ishte vendosshmëri e kthjellët. Ajo kuptoi, askush nuk do të ndihmonte, ose do të ikte, ose do të vdiste.
Në mëngjes sa po zbardhi drita, Marina u ngrit. Trupi i saj dhemte, por zemra e saj ishte i qetë. Ajo shkoi dhe shikoi Arkadin që flinte. Ai gërhiste i pavetëdijshëm si i kishte zgjuar forcën një natë më parë. Për herë të parë, pas vitesh, Marina nuk ndjeu frikë, vetëm neveri. Në kuzhinë, ndërsa çaji po zjente, ajo mori një zarf të vjetër nga kutia e bukës. Brenda ishin para dhe dokumente, një pasaport dhe një kopje diplomës së saj në filologji. Ajo kujtoi se dikur ëndërronte të bëjë mësuese. Një ditë do të kthehem, i tha ajo vetes. Sot ishte ajo ditë. Ajo ishte përgatitur për raticjen e saj gjatë gjithë jetës. Ajo e dinte se të shtunave Arkadi luante futboll me miqtë e tij. Atë ditë ajo veshi pallton e saj, fshehu dokumentet dhe parat në çantën e shpinës, vendosi syzet e errta dhe shkoi në stacionin e trenit. Bleu një bilet dhe u largua. Ajo mori me qira një dhomë modeste, mori një emër të ri, Maria Sokolova, dhe aplikoi për kthimin e dokumenteve, duke pretenduar se pasaporta e saj ishte humbur. Kështu filloi jeta e saj e re. Në fillim ajo gjeti punë si pastruese në një qendër private për fëmijë. Paga ishte ulët, por ekipi ishte i ngrohtë dhe me rëndësishmja, askush nuk e dinte të kaluarën e saj. Gradualisht ajo krijoi një lidhje me drejtorin dhe një ditë rrefeu se kishte një diplomë mësuesie. Ajo u befasua, por i dha një shans. Brenda 3 muajsh Marina tashmë drejtonte klasat përgatitore shkollore. Në të njëjtën kohë ajo ndoqi terapi përmes një programi falas për gratë që kishin pësuar dhunë në familje. Për herë të parë pas vitesh, ajo foli për dhimbjen, poshtërimin dhe frikën e saj. Kjo nuk ja ktheu të kaluarën, por e ndihmoi të ndërtonte të ardhmen e saj. Një vit më vonë Maria mori një diplomë të rikualifikimit profesional. Kolegët e saj e respektonin, fëmijët e adhuronin dhe prindërit e falenderonin. Ajo madje filloi një grup mbështetës për gratë që kishin shpëtuar nga familje të dhunshme. Dhe një ditë, ajo vendosi të kthehej në qytetin e saj të lindjes, por jo si viktim, por si specialiste dhe dëshmitare. Vlodhi histori nga gratë të tjera që kishin vuajtur nga duart e Arkadit. U konsultua me një avokat dhe ngriti një padi. Gjyqi zgjati një muaj dhe përfundoi me një vendim. 12 vjet burg. Kur Arkadi u mor me pranga, Maria ish Marina nuk ndjeu gëzim, por paqe. Ajo e dinte, dera për të kaluarën ishte mbyllur. Një ardhmë e re e shëndetshme u hap para saj. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi, ndajeni mendimet tuaja në komente më poshtë. Ju faleminderit.